Jashtëzakonisht shumë. Janë nga dy aspekte në pak, jo vetëm nga aktiviteti fizik, por sepse it also affects your mood, domethënë se si ndihesh, edhe të dyja kanë shumë rëndësi për shëndetin e lëkurës. Në qoftë se ti bën shumë aktivitet fizik, ose sidomos tani kemi më shumë evidencë në qoftë se bën pesha, që vazhdon bë, që është akoma më e rëndësishme kur ti afron menopauzës ose në je në menopauzë, sepse sa herë që ti ngrej pesha, muskujt lëshojnë një sinjale ose molekula që ti e shpjegon në mënyrë shumë simpliste, po i thon lëkurës që të prodhojnë akoma më shumë kolagjen. Në përgjithësi, njerëzit që janë më aktiv, që ngrejnë pesha, bëjnë vrap, e kanë kualitetin e lëkurës më të mirë se ata që nuk e bëjnë këtë. Dhe nga ana emocionale, edhe kur ti ndihesh më mirë, më e relaksuar, edhe lëkura jote është më e shëndetshme. Okej. A quhen pesha këto tepsit e hekurit që kemi ne pak rënda, apo duhen pesha, nuk quhen. Okej. Dieta. Ajo çfarë ham na del në fytyrë, besoj. Sa e rëndësishme është mënyra si ham dhe çfarë duhet ham më shumë. Po përgatitesha edhe për bisedën tonë dhe pa shumë gjëra çfarë thuheshin dhe online, për shembull ta hash karrota, është e vërtetë që merr më shumë retinol? Të ndihmon kjo? Po, është e vërtet, po. Karrotat kanë beta carotene që konvertohet domethënë në retinol në trup, po sasia e saj është e vogël në fakt, kështu që është prapë mirë që të mbrohemi edhe nga gjithë ato gjërat e tjera që folëm deri tani. Por për sa i përket dietës, ke plotësisht të drejtë, ka jashtëzakonisht shumë rëndësi dieta që ham. Për disa aspekte të ndryshme. Ka plot studime, për shembull për dietën për sa i përket akneve. Ka studime që tregojnë që qumshi, sidomos qumshi i procesuar, si për shembull skim milk këtu në Amerikë, shkakton shumë inflamacion në lëkurë. Kështu që ne rekomandojmë që pacientët që kanë akne mos të pinë qumësh të procesuar. Është më mirë që të marrësh whole milk edhe ta limitosh 1 kap për shembull. Ndërsa dairy byproducts që janë kosi, kefiri, këto të bëjnë mirë për lëkurën, për mikrobiomën në të njëjtën kohë. Pastaj Mediterranean diet, ne kemi një dietë mesdhetare që jemi mësuar, jemi rritur me atë dietë dhe tani është bërë dhe këtu në Amerikë shumë e njohur për benefitet që ka, jo vetëm për lëkurën, por dhe për çdo organ tjetër të trupit. Po flasim për perime, për fruta, yndyrnat e mira si për shembull të vajin e ullirit, vajin e peshkut, të gjitha këto janë shumë të rëndësishme për lëkurën, për kolagjenin, dhe që të na ofrojnë ato benefitet e tjera, vitaminën C për shembull, proteinat, të gjitha këto janë ato building blocks që na duhet për të formuar kolagjenin më vonë. Meqense jemi te kolagjeni, si është puna e këtij kolagjenit? Pse u mbasim ne me kolagjeni, po. Kolagjeni. Pse u mbasim dhe si mund ta rekuperojmë? Çfarë duhet bëjmë? Po, shumë e vërtet. Kolagjeni është një nga proteinat më të rëndësishme të lëkurës. Dhe është ajo që na bën që të duket ajo lëkura nice and plump kur jemi sidomos të rinj dhe me kalimin e kohës kur bie kolagjeni duket dukshëm në fytyrë. Edhe lajmi i keq është që kolagjeni fillon na bie shumë shpejt. Na fillon na bie që ne kur jemi 20 vjeçë, dhe fillon na bie nga 1% çdo vit. Dhe me kalimin e kohës bëhet humbasim më shumë, sidomos kur i afrohemi menopauzës dhe pas menopauzës. 5 vitet e para pas menopauzës, ne na bie 30% e kolagjenit që kemi. Edhe ai është ndryshimi më drastik, domethënë që përjeton një grua. Kështu që është shumë e rëndësishme që kur je shumë e vogël të fillosh dhe ta mbrosh atë lëkurën, sepse ajo do të parandalojë që kolagjeni mos të humbasi shumë shpejt. Që do humbi, po ideja është që you gotta slow down that process. Dhe mënyra se si e ngadalson, njëshi është ta mbrojmë lëkurën nga dielli, ta ham mirë, edhe kjo është tjetra. Okej, pra po thua që kolagjeni është protein. Dhe merret kryesisht besoj nga ajo çfarë ham?
duhet përmirësojmë diçka në dietën Jo, në tonë apo është fakt, faktori jashtë, mund ta zëvendësojmë edhe me kremra apo me trajtime apo nuk e di. Po, nuk është aq kollaj. Kolagjeni është një molekullë shumë e madhe. Të gjithë kremrat për shembull që thonë kanë collagen creams, është më shumë një marketing, sepse është shumë e vështirë për atë kolagen që të penetrojë në lëkurë aty ku duhet. Kolagjeni prodhohet brenda trupit, edhe që të prodhojmë kolagjenit duhet t'i japim ato building blocks, gjërat kryesore që i duhen, që është proteina dhe vitamina C. Na duhen të dyja dhe në kombinim kur ne e marrim nga dieta, na formohet kolagjeni. Prandaj dieta është shumë e rëndësishme. Vitamina C vjen nga produktet si për shembull frutat, citruset, strawberryt, kivit, ato specat e kuq që kanë shumë vitaminë C. Pastaj proteinën do t'i marrësh nga peshku, mishi, pula, gjëra të tilla. Tani mund të marrësh kolagjen për shembull nëse ha lëkurën e peshkut, lëkurën e pulës, lëngun e mishit, por nuk është mjaftueshëm. Duhet të marrësh edhe këto gjërat e tjera që të bëjnë diferencë dhe të kesh sa më shumë kolagjen. Kështu proteina dhe vitamina C janë shumë të rëndësishme. Ndërsa nga ana e lëkurës, pastaj mund të marrësh dhe vitaminë C edhe kremra që kanë retinol, sepse dhe retinoli vet të ndihmon që të prodhosh kolagjen në lëkurë. Okej. Po ky acidi, nëse e shqiptoj mirë, Hyaluronic acid. Okej, çfarë bën ai? Pse më del gjithandej mua? Sigurisht që unë nuk e bëj, po me që del. Po. Hyaluronic acid është një hidratues i mirë, është një humectant, i thonë, dhe të ndihmon që të përthithësh sa më shumë ujë në lëkurë. Edhe është një ingredient që është natyral në lëkurën tonë, po me kalimin e kohës, ne fillojmë që ta humbasen. Edhe kur e marrim në mënyrë të një serumi, kjo na ndihmon që të sjellim më shumë në lëkurë. Po nuk mendoj se është e nevojshme për të gjithë. Edhe një tjetër gjë për hyaluronic acid, mendoj se njerëzit e përdorin gabim, sepse e përdorin vetëm pa përdorur dhe një krem hidratues tjetër, sepse është e nevojshme ta përdorësh hyaluronic acid, but on top of that duhet të vësh edhe një krem tjetër hidratuese, nuk do të mjaftoj vetëm për të përdorësh ata. Kështu që për mua nuk bën një diferencë shumë të madhe, mund të marrësh një krem hidratues të mirë dhe pa patur nevojë për hyaluronic acid. Pyetje tjetër. Si thash, tu është depresioni i reklamës që shikon po edhe vajzat e bukura, gratë e bukura të Hollywoodit, së fundmi pash Charlize Theron, I think, që thoshte që jeton praktikisht me maskat infrared, me ato maskat me dritat e kuqe. Edhe si thua, ta blej një unë apo jo, se edhe mosha më ka vajtur. Po, shiko. Kjo përgjigje është çik shumë me nuancë, sepse studimet për maskat LED apo infrared janë shumë të limituara dhe janë të vogla, dhe shumicat e studimeve janë të bërë nga kompanitë që e prodhojnë atë produkt. Edhe ato studimet e limituara tregojnë pak benefit për të ndërtuar kolagjenin edhe për ta bërë lëkurën sa më të ndriçuar. Por mendoj që duhet dhe ta përdorësh shumë rregullisht, që të kërkon ty që të jesh vërtet committed që do ta përdorësh çdo natë për të parë një diferencë. Por për aq studime që tregon diferencë, ka dhe studime që tregojnë që nuk tregon ndonjë benefit. Për të parë intervistat e plota të Ilva Tare Talks, sigurohuni të bëni subscribe, abonohuni në kanalin e YouTube dhe qëndroni të përditësuar për episodet e reja çdo javë.